Kompania Rapid Build për 60 milion euro në afat prej 22 muajve do të ndërtoj interkonektorin për gaz natyror me Greqinë. Ai duhet vendoset në funksion në vitin 2027. Sot në Ministrinë për Energjetik u nënshkrua marrëveshja me kompaninë. Ministria për Energjetik Sanja Bozhinovska tha se ky është projekti më i madh energjetik në 10 vitet e fundit. Ajo është e kënaqur që shuma është më ulët për 12 milion euro nga tenderi i parë, i cili ishte i pasuksesshëm. Очакуваме изградбата да трае 22 месеци, а интерконекторот да биде старан во функција до 2027 година. Директорот сигурно ќе кажат повеќе детали. Со тоа ние конечно ќе имаме алтернативен блend на природен газ, ќе имаме поголема сигурност, повеќе избори и помала зависност од единствен снабдувач. Ndërtimi do të fillojë për 1 muaj, nga kompania thonë se kanë pajisje dhe mekanizëm, ndërsa rrezikun e vetëm për shkeljen e afateve e shohin vetëm nëse traseja nuk është e pastër me shpronësimin. Единствен ризик ја што го гледам како изведувач е доколку остане некој дел од трасата незавршен експропријација. Тоа е прешка во која што ние се соочиме во минатите проекти каде што доколку не е завршена експропријација на некој дел од трасата, ние сме буквално во неможност да работиме да направиме било што. Но доколку е решена експропријација, мислам дека за нас нема прешка. Nga Nomagaz pohojnë se shpronësimi mbi 90% ka përfunduar. Pjesa e Maqedonisë e interkonektorit është me gjatësi prej 68 kilometrave nga Gjevgjelia deri në Negotin. Parat janë siguruar përmes kredive dhe granteve dhe nga institucionet ndërkombëtare financiare.